Një organizatë e mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës synon të fillojë punën në rripin e Gazës deri në fund të majit, duke mbikëqyrur një model të ri të shpërndarjes së ndihmave në enklavën palestineze. Por Kombet e Bashkuara thonë se plani nuk është i paanshëm ose neutral dhe se nuk do të përfshihet në këtë projekt. Por çfarë është Fondacioni Humanitar i Gazës? Dërgesat e ndihmave në Gaza do të mbikëqyren nga Fondacioni Humanitar i Gazës i mbështetur nga SBA-ja, i cili u krijuar në shkurt në Zvicër. Fondacioni synon të bashkëpunojë me firma private të sigurisë dhe logjistikës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, UG Solutions dhe Saferich Solutions. Sipas burimeve për Reuters, Fondacioni Humanitar i Gazës ka marrë tashmë më shumë se $100 milion. Zyrtarë të lartë amerikan po punonin me Izraelin për t'i mundësuar këtij fondacioni të fillonte punën, i tha Këshillit të Sigurimit në fillim të këtij muaji, ambasadorja në detyrë e SBA-s në OKB, Dorothy Shea, duke i kërkuar OKB-s dhe grupeve të ndihmës të bashkëpunonin. Izraeli ka thënë se do të lejojë punën e fondacionit pa e penguar shpërndarjen e ndihmave. Si funksionon plani i ri? Sipas një dokumenti të Fondacionit Humanitar të Gazës që qarkulloi mes komunitetit të ndihmës në fillim të këtij muaji, fondacioni fillimisht do të operonte nga 4 vende të sigurta shpërndarjeje, çdo njëra nga të cilat mund të shërbente 300.000 njerëzve pa ushqimi, higjiene apo ujë. Zyrtarët izraelit kanë thënë se këto qendra do të jenë në jug të Gazës. Kompanitë private amerikane do të transportonin ndihmën në Gaza në qendrat ku më pas do të shpërndahej nga grupet e ndihmës, jo nga kompanitë private. Ambasadori i Izraelit në OKB, Danny Danon, ka thënë se disa grupe ndihmash kanë rënë dakord të bashkëpunojnë. Izraeli ka rënë dakord gjithashtu të zgjerojë numrin e vendeve të shpërndarjes dhe të gjejë mënyra për të ndihmuar civilët që nuk janë në gjendje të arrijnë në një vend shpërndarjeje, tha fondacioni. Fondacioni Humanitar i Gazës ka thënë gjithashtu se nuk do të ndajë asnjë informacion personal të përfituesve të ndihmës me Izraelin. Por pse nuk dëshiron OKB-ja të punojë me modelin e ri të shpërndarjes? Kombet e Bashkuara thonë se plani i shpërndarjes i mbështetur nga SBA-ja nuk i përmbush parimet e saj të qëndrueshme të paanshmërisë, neutralitetit dhe pavarësisë. Shefi i ndihmës humanitare Tom Fletcher është shprehur se nuk duhet humbur kohë me propozimin alternativ. Në një takim informativ për Këshillin e Sigurimit, ai shpjegoi se çfarë nuk shkonte me planin e iniciuar nga Izraeli. Ai detyron zhvendosje të mëtejshme, ai ekspozon mira njerëz ndaj dëmit, kufizon ndihmën vetëm në një pjesë të Gazës, ndërsa lë të paplotësuara nevojat e tjera të ashpra. Ky plan e kushtëzon ndihmën me qëllime politike dhe ushtarake. Ai e bën urin një mjet negociues. Është shprehur Fletcher. Pse është propozuar një plan alternativ për shpërndarjen e ndihmës? Izraeli ndaloi të gjitha dërgesat e ndihmave në Gaza më 2 mars, pasi akuzoi Hamasin për vjedhjen e ndihmave, gjë të cilën militantët palestinezë mohojnë dhe kërkoi lirimin e të gjithë pengjeve të mbetura të marra gjatë sulmit të tetorit 2023 ndaj Izraelit, që vrau 1200 persona. Sipas autoriteteve izraelite, ky sulm shkaktoi luftën e cila sipas autoriteteve të Gazës ka vrarë 53.000 njerëz. Në fillim të prillit, Izraeli propozoi atë që e përshkroi si një mekanizëm i strukturuar monitorimi dhe hyrjeje të ndihmës për Gazën. Ai u refuzua shpejt nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres, i cili tha se rrezikonte kontrollimin e mëtejshëm dhe kufizimin e pamëshirshëm të ndihmës deri në thërrimin e fundit të miellit. Që atëherë, presioni mbi Izraelin ka qenë në rritje për të lejuar rifillimin e shpërndarjes së ndihmave. Monitorimi global i urisë javën e kaluar paralajmëroi se gjysmë milioni njerëz përballen me urinë, rreth 1/4 e popullsisë në enklav. Mes ngërçit mbi planin e Izraelit, Washingtoni mbështeti Fondacionin Humanitar të Gazës të sapo krijuar për të mbikëqyrur shpërndarjen e ndihmës. Fondacioni njoftoi javën e kaluar se synon të fillojë punën në Gaza deri në fund të majit, ndërkohë Izraeli ka lejuar që shpërndarjet e kufizuara të ndihmave të rifillojnë sipas modelit ekzistues të shpërndarjes, me 5 kamion që hynë në Gaza të hënën, gjë që Fletcher e përshkroi si një pikë në oqean. OKB-ja tha se ka marrë miratimin izraelit për rreth 100 kamion të tjerë me ndihma që të hynë në Gaza. Cili ishte plani ekzistues i dhënies së ndihmës? Kombet e Bashkuara e kanë përshkruar operacionin humanitar në Gaza si oportunist, duke u përballur me probleme me operacionin ushtarak të Izraelit, kufizimet e aksesit nga Izraeli në të gjithë Gazën dhe plaçkitjen nga bandat e armatosura. Megjithatë, OKB-ja ka thënë se sistemi i saj i shpërndarjes së ndihmave funksionon dhe kjo u vërtetua veçanërisht gjatë një arpushimi 2 mujor, i cili u braktisë nga Izraeli në mes të marsit. Izraeli fillimisht do të inspektonte dhe miratonte ndihmën. Më pas ajo lihej në anën e kufirit të Gazës, ku merrej nga OKB-ja dhe shpërndahej.
Ndërsa fondacioni është përballur me kritika nga grupet humanitare për shtrirjen e tij të kufizuar dhe natyrën e furnizimeve që do të ofrojë, është ende më mirë se asgjë, tha Alex Deval, drejtori ekzekutiv i Fondacionit Botëror të Paqes në Universitetin Tufts. The current scheme that is proposed. Skema aktuale që propozohet me anë të Fondacionit Humanitar të Gazës duket të jetë një përpjekje e Izraelit për të qenë në gjendje të ofrojë ndihmë humanitare të mjaftueshme për të mbajtur gjallë individët që nuk janë në asnjë mënyrë të lidhur me Hamasin dhe për të parandaluar që Hamasi të ketë qasje në këto ushqime. To any relief food at all. So the Gaza Humanitarian Foundation has literally been started from scratch. Fondacioni Humanitar I Gazës ka filluar nga e para brenda pak ditësh. Ideja erdhi nga Izraeli, I cili është marrë përsipër nga Shtetet e Bashkuara, duket se do të drejtohet nga sektori privat, duke përfshirë kontraktorët privat ushtarak. Ende nuk është e qartë se kush do ta financojë atë. Është kritikuar gjërësisht nga humanitarët profesionistë për shkak të shtrirjes së tij të kufizuar, për shkak natyrës së kufizuar të furnizimeve që do të ofrojë. Dhe sigurisht që është më mirë se asgjë. Në situatën aktuale ka të ngjarë që Gaza të bjerë në uri të plot brenda pak ditësh. Under the current situation, it is likely that Gaza will descend into outright famine, outright mass starvation within a matter of days. Strategjia pas planit të ri duket se synon të ofrojë ndihmë të mjaftueshme për popullsinë civile të Gazës, në një përpjekje për të goditur më saktë Hamasin dhe mbështetësit e tij me uri, tha Deval në një intervistë për Reuters. The proposed scheme. Skema propozuar në kuadër të Fondacionit Humanitar të Gazës ofron më pak se sa ofrohej nga sistemi ekzistues I ndihmës humanitare. Në fazën e parë do të ketë rreth 4 qendra shpërndarje nga 400 që ishin më parë. Në fazën e dytë mund ta zgjerojë këtë numër. Racioni që ata po ofrojnë është më I vogël se racioni humanitar I ofruar nga Kombet e Bashkuara. Asnjë nga shërbimet e specializuara, siç është ushqyerja terapeutike plotësuese për fëmijët e keq ushqyer, nuk është pjesë e kësaj pakete. Këto janë të gjitha arsyet pse Kombet e Bashkuara dhe shumica e humanitarëve profesionistë janë shumë kritik ndaj skemës së Fondacionit Humanitar të Gazës. Deval u shpreh se e keqasje pasqyron strategjitë kundër kryengritjes të përdorura më parë nga britanikët në Malaja dhe amerikanët në Vietnam, të cilët kërkonin të izolonin kryengritësit nga popullsia civile. The current humanitarian plan under the Gaza Humanitarian Foundation. Plani aktual humanitar në kuadër të Fondacionit Humanitar të Gazës duket të jetë një përpjekje për të ushqyer mjaftueshëm civil në Gaza, në mënyrë që kjo uri të synohet duke izoluar Hamasin dhe mbështetësit e tij. Ky është një adaptim I një strategjie të mirë vendosur kundër kryengritjes, të përdorur ndër të tjera nga britanikët në Malaja dhe amerikanët në Vietnam për të izoluar kryengritësit nga popullsia civile. Izraelitët po e bëjnë këtë në një mënyrë më sistematike dhe shumë më të sofistikuar se sa është bërë ndonjëherë më parë. Mbetet të shihet nëse do të funksionojë vërtet. The Israelis are doing it in a more systematic, a much more sophisticated manner than has ever been done before. It remains to be seen whether it will actually work. The Gaza Humanitarian Foundation is an attempt to provide a type of Fondacioni Humanitar I Gazës është një përpjekje për të ofruar një lloj programi ndihme që mund ta quajmë humanizëm mbikëqyrës. Izraeli ka inteligjencë shumë të mirë për të gjithë individët në Gaza, dhe do t'i kontrollojë ata dhe do të përdor teknologji të sofistikuar të njohjes së fytyrës për të siguruar që vetëm ata individ që kontrollohen dhe shënjestrohen të kenë akses në ushqim dhe racionet që synon të ofrojë do të jenë të mjaftueshme vetëm për të siguruar
siguruar një familje për një javë me një racion minimal. Dhe kjo nëse funksionon, duhet të jetë mjaftueshme për të siguruar që asnjë ushqim të mos shkojë tek mbështetësit e Hamasit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu shpjegoi se kanë zgjedhur një mënyrë të tillë për të mposhtur Hamasin duke i bllokuar qasjen në çfarëdo lloj ndihme. Që nga fillimi i luftës ne thamë se për të përfunduar fitoren, për të mposhtur Hamasin dhe për të liruar të gjithë pengjet tona, dy detyra që janë të ndërthurura, ekziston një kush i domosdoshëm, nuk duhet të arrijmë në një gjendje urie. Si nga pikpamja praktike ashtu dhe nga jo politike, thjesht nuk do të marrim mbështetje, nuk do të jemi në gjendje të përfundojmë misionin e fitores, dhe kështu vendosëm të ofrojmë ndihmë minimale gjatë luftës dhe sigurisht që përparuam në këtë mënyrë dhe sigurisht zbuluam se Hamasi po plaçkiste një pjesë të kësaj ndihme dhe kështu ndaluam ndihmën humanitare dhe së bashku me miqtë tanë amerikan vendosëm të ndiqnim një metodë tjetër. Metoda është që pikat e shpërndarjes të cilat sigurohen nga forcat izraelite të parandalojnë hyrjen e Hamasit dhe të lejojnë kompanitë amerikane të shpërndajnë ndihmën ushqimore dhe mjekësore tek popullata. Kjo kërkon kohë, do t'i ngrem pikat e para brenda pak ditësh dhe do t'i shtojmë më vonë, duke arritur përfundimisht në një situatë ku kemi një zonë që kontrollohet tërësisht nga forcat izraelite dhe e gjithë popullsia civile e Gazës mund të shkojë atje dhe të marrë ndihmën, ndërsa Hamasi nuk merr asgjë. Kjo është pjesë e mposhtjes së Hamasit, paralelisht me presionin e jashtëzakonshëm ushtarak, hyrjen tonë masive për të marrë në thelb të gjithë Gazën dhe për ta zhveshur Hamasin nga çdo aftësi për të plaçkitur ndihmën humanitare. Ky është plani i luftës dhe fitores. The allegation claim that Hamas is stealing and diverting. Pretendimi se Hamasi po vjedh dhe po devijon ndihmën dhe po përfiton nga ajo, është bërë nga fillimi i kësaj lufte. Administrata Biden e hetoi këtë dhe nuk kishte prova të mjaftueshme për ta konfirmuar këtë. At scale that they were able to confirm. Një monitorues global i urisë paralajmëroi javën e kaluar se gjysmë milioni njerëz përballen me urinë, rreth 1/4 e popullsisë në enklav. Dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump pranoi se shumë njerëz po vdesin nga uria në Gaza. We're going to help the people of Gaza get some food. People are starving and we're going to help them get some food. Ne do t'i ndihmojmë njerëzit e Gazës të sigurojnë ushqim. Njerëzit po vdesin urie dhe ne do t'i ndihmojmë ata të sigurojnë ushqim. Hamasi po e bën të pamundur sepse po merr çdo ndihmë që vjen, por ne do t'i ndihmojmë njerëzit e Gazës që po trajtohen shumë keq nga Hamasi. Thank you very much. Historitë nga tereni në Gaza janë tmerruese, tha drejtuesja e politikave humanitare dhe avokimit në Save the Children International, Alexandra Saye. The use of starvation as a weapon of war is a clear war crime. Përdorimi i urisë si armë lufte është një krim i qartë lufte. Çdo fëmijë në Gaza sot është në rrezik urie. Dhe ajo që kemi dëgjuar nga terreni është absolutisht e tmerrshme. Familjet po detyrohen të ushqejnë fëmijët e tyre me çfarëdo që mund të gjejnë vetëm për t'i mbajtur gjallë. Dhe i gjithë ribi i Gazës rrezikon urinë. Animal feed, flour ground up in sand, leaves, grass, whatever they can find just to keep their children alive. And the entire Gaza Strip is at risk of famine. Reduktimi i vendeve të shpërndarjes së ndihmës mund të përjashtojë në mënyrë efektive më të prekshme të përfshirë të moshuarit, fëmijët jetim dhe personat me aftësi të kufizuara nga qasja ndaj ndihmave, shtoi Saye. If there is a reduction in the number of sites where people can access assistance, that would effectively reduce or exclude the most vulnerable people in Gaza from accessing aid. Nëse ka një reduktim të numrit të vendeve ku njerëzit mund të kenë akses në ndihmë, kjo në fakt do të zvogëlonte ose përjashtonte njerëzit më vulnerabël në Gaza
nga aksesi në ndihmë. Si mund të ecin kilometra e kilometra të moshuarit që të marrin ndihmë? Si mund të hyjnë fëmijët pa prindër në ato që mund të jenë zona të militarizuara për të mbledhur ndihmë? Si mund të ecin njerëzit e plagosur, ata me aftësi të kufizuara për distanca të gjata? Kjo nuk është e realizueshme, nuk është praktike. Përveç kësaj, ndihma humanitare është e tillë vetëm kur ofrohet e pavarur nga objektet politike dhe ushtarake. Humanitarian assistance is only humanitarian when it's delivered independent from political and military objectives. Saj e theksoi sfidat e rëndësishme me të cilat do të përballeshin këto grupe të prekshme në Gaza, duke u detyruar të udhëtojnë distanca të gjata për të marrë ndihmë, veçanërisht në zonat që potencialisht mund të militarizohen. Izraeli ka rënë dakord të zgjerojë numrin e vendeve të shpërndarjes dhe të gjejë mënyra që ndihma të shkojë civilëve që nuk janë në gjendje të arrijnë në një vend shpërndarjeje, tha fondacioni.